Bashkia Shkodër mori pjesë në panajirin ndërkombëtar të turizmit dhe sportit të organizuar në Prishtinë. Drejtori i turizmit Renato Lumçi theksoi që fal investimeve dhe promovimit, turizmi në Shkodër po njeh një rritje të ndjeshme, ndërsa ky vit pritet të sjellë një bum vizitorësh pasi Shkodra është shpallur kryeqyteti evropian i sportit. Jemi në panajirin ndërkombëtar të turizmit dhe sportit në qytetin e Prishtinës. Shkodra po paraqet ofertën e saj turistike, ku sot më shumë se asnjëherë Shkodra tashmë orientuar edhe nga investimet e drejtë turizmit, ka një kërkesë të shtuar për pjesëmarrje të vizitorëve në qytetin e Shkodrës. Si gjithmonë, Shkodra ka mikpritur mirëja vizitor, por tani me këto investime që janë duke u bërë edhe me qytetin evropian të sportit që Shkodra ka fituar të vit, do ketë shumë aktivitete që do ketë pjesëmarrës nga e gjithë bota, kuadër këtyre aktiviteteve sigurisht edhe për të vizituar atraksionet e mrekullueshme të Shkodrës. Organizatori i panajirit Blerim Kullashi dhe kryetari i Odës së Hotelerisë dhe Turizmit në Kosovë, Hysen Zagojeva, dhanë lajmin se së shpejti do të nënshkruhet një marrëveshje bashkëpunimi me Bashkinë Shkodër me synim zhvillimin e përbashkët të sektorit të turizmit dhe hotelerisë. Faleminderit shumë për respektin që e keni bërë panajirit ndërkombëtar të turizmit dhe sportit, të cili tani organizohet për vitin e 17. Është kënaqësi e veçantë që Shkodra, të kemi Bashkinë e Shkodrës që t'i promovoj atraksionet turistike që i ka regioni i Shkodrës, në veçanti për turizmit, për turistët kosovarë që frekuentojnë shumë atë pjesë. Siç dihet, ne kosovarët e frekuentojnë pjesën e Shkodrës, Tethit, Shirokës dhe veçanti Velipojën dhe bukurit bregdetare. Kjo me këtë rast promovimi i Shkodrës në këtë panajir do të jetë edhe shtytje më e madhe që kosovarët frekuentojnë dhe të vizitojnë pjesë dhe bukurit e regionit të Shkodrës. Ne ju premtojmë që në një kohë një afat sa më të shkurt do të kontaktojmë edhe do të jemi në nënshkrues marrëveshje bashkëpunimi mes Bashkisë së Shkodrës edhe Odës së Hotelerisë. Interes të veçantë në panajir pati për destinacionin Velipoj, sidomos për rrugën e re që lidh Shëngjinin me këtë zonë turistike. Gjatë 2 ditëve të aktivitetit, Bashkia Shkodër prezantoi një udhëtim virtual multimedial mbi atraksionet natyrore, kulturore dhe historike të qytetit.